Këtë javë do të vazhdoj takimi radhës në kuadër të dialogu ndërmjet delegacionit së palës kosovare dhe serbe. Delegacioni serb do të udhëhiqet nga kryeministri Aleksandar Vučić dhe presidenti Tomislav Nikolić, ndërsa nga Kosova, sipas media serbe Tanjuk, do të marrë pjesë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Isa Mustafa. Delegacioni serb në takimin e ardhshëm në Bruksel do të udhëhiqet nga kryeministri Aleksandar Vučić dhe presidenti Tomislav Nikolić. Mirëpo, zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi nuk e ka konfirmuar nëse në këtë takim do të marrë pjesë edhe presidenti. Tribuna Channel ka kontaktuar me këshilltarin e presidentit Adil Berhamaj, por ky i fundit nuk e konfirmoi pjesëmarrjen e Thaçit në takim. Ende nuk mund ta konfirmoj pjesëmarrjen e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në takimin e radhës që do të mbahet në Bruksel. Në njoftimin e zyrës së Federica Mogherinit, thuhet se takimi i radhës që do të mbahet të mërkurën më datën 1 shkurt do të jetë vazhdim i atij të mbajtur më datën 24 janar, ku të dyja palët u pajtuan që të lënë tensione prapa dhe të përqendrohen në punën në kuadër të bisedimeve. Përfaqësuesja e lartë Mogherini pret me padurim vazhdimin e diskutimeve për çështje me rëndësi dhe diskutimet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura më herët, si dhe që ta çojnë përpara dialogun. Ky takim vjen pas kërkesës së Vučić, i cili kërkoi takime më të shpejta me Prishtinën për arsyeën që të shmangen tensionet e mundshme ndërmjet dy vendeve. Thaçi është shprehur se kjo është faza e fundit e dialogut, ndërsa ministrja për dialog Edita Tahiri është shprehur për Tribuna Channel se procesi i dialogut duhet të rrumbullakoset me një fazë finale, ku çelësi për normalizimin e raporteve fqinjësore dhe paqes në rajon është njëja reciproke mes dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë.